Shijojini internetin siç jeni mësuar deri tash edhe këtë vit, se ky do jetë viti i fundit që interneti ka integritet. Sa shpesh e përdorni ChatGPT-n dhe për çfarë përdorni? Për çfarë pyesni? Ju e përdorni gjatë gjithë kohës dhe e pyesni për çdo gjë. E kam gabim. Shumë bukur. Këtë që tu bë ti janë tu bë të gjithë tjerët, pa përdorni gjatë gjithë kohës për çdo gjë. Kështu pa ecën bota tash. Përderisa ka kaq shumë kërkesë për të përdorur ChatGPT-n, pas ka qenë tu vdek bota për të. Atëherë nuk mendoni se do zhvillohet akoma? Shumë bukur. E lën që të zhvillohet. Jo të zhvillohet, por të zhvillohet pas një jave, se do bëhet update, do shihni. Dhe këtu dalim te teoria që interneti do vdesë së shpejti nga ChatGPT-ja. Interneti do humbi komplet kredibilitetin dhe integritetin që ka ndërtuar gjatë gjithë këtyre viteve. Askush nga ju nuk do besoj që diçka është e vërtetë nëse nuk ta thot dikush live. Nëse po e shoh online, mund të jetë AI. Tashin këtë periudhë që jemi besoj të e kupton nga sekundi i dytë ose i tretë i videos, siç e ka video AI. Se s'ka të gjëra të çuditshme që të bën ta kuptosh që video që e ka AI. Pyetja është, sa kohë do vazhdojnë këto gjëra të çuditshme? Një vit në vazhdim mase, 2 vite në vazhdim, 4 muaj në vazhdim, do vi moment që ti s'do dallosh dot, a është video AI ajo. Dhe aty ka marr fund. Aty marr fund gjithë interneti, gjithçka që është ndërtuar sipër internetit, nga momenti që është pik deri tash, merr fund, vdes, sepse asnjë nga ju, as ekspertat që janë për këtë punë, asnjë sy njerëzor nuk do mund ta dallojë kjo video është e vërtetë apo është bërë me AI. Dhe aty nuk ka kuptim as gjë më pastaj. Gjithë thelbi i internetit është një informacion që keni rënë më e marr, mos shkosh deri në Kinë me makinë, e shkosh ta marrësh atje. Po e ke gati, e ke në internet. Momenti që ndodh kjo gjë, syri njerëzor nuk e kupton më a është video AI apo është e vërtetë, komplet koncepti i internetit bie poshtë, sepse u kriju që ti ta kesh më kollaj më marr informacion. Tash nuk mund ta dish a është informacioni sakt apo i gabuar. Kështu që sigurohu ti shijosh të 6 muaj sa kanë ngel derisa ta bëjnë këtë update. Nga ai moment të tutje nuk do jetë asgjë më i soi, ne do kthehemi në epokën e gurit. Keni për ta parë.